Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari mbajti një konferencë për mediat në lidhje me procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. I pyetur nga gazetarët në lidhje me rrezikun real të një sulmi nga Irani pas një postimi nga Ambasada Amerikane në Tiranë, ku ministri tha se ishte një mesazh në vazhdin e një sër të tillave në disa vende. Siç pata mundësinë ta bëhet me dije dhe për qytetarët shqiptar për të garantuar ata lidhur me situatën e sigurisë në vend, gjatë seancës së dieshme në parlament, ku unë me përgjegjësi të plot komunikova disa fakte shumë të rëndësishme. Spari, Shqipëria ka për disa kohësh që ka marrë masat e nevojshme në kuptim të vlerësimit të riskut nga gjithë agjencitë ligjzbatuese, përfshirë dhe ato të inteligjencës, në bashkëpunim dhe me partnerët ndërkombëtar, ku jo vetëm kemi bërë vlerësimin e riskut, por edhe një plan masash lidhur me jo vetëm sigurinë publike në sheshe publike, në vendodhje me rëndësi kritike, por dhe infrastrukturën kritike në tërësi, dhe ku përfshihen të gjitha agjencitë ligjzbatuese dhe të inteligjencës, secili ka rolin e vet. Policia e shtetit është me masa të shtuara sigurie në këto vendodhje të cilat konsiderohen me rëndësi kritike për sigurinë e tyre. Dhe kjo ka ndodhur shumë kohë më parë, duke marrë në konsiderat gjithë zhvillimet në lindjen e mesme dhe duke marrë dhe parasysh dhe reagimin publik të ambasadës. Sigurisht pata komunikimin dhe kërkova nga struktura përkatëse të policisë së shtetit, përfshirë drejtorinë antiterror, policinë kriminale, si dhe sigurinë publike, për të më informuar lidhur me masat që ato kishin marrë dhe komunikimet që kanë patur me përfaqësues të ambasadës. Nga informacioni i përcjellur nga natyre, është bërë me dije se së pari nga komunikimet që kanë patur me përfaqësues të zyrës së sigurisë së ambasadës, është konfirmuar se ky është një lajmërim standard që është bërë edhe në vende të tjera të botës, përfshirë dhe të Bashkimit Evropian. Dhe nga ana tjetër ata vlerësojnë, dhe ky është komunikuar edhe më vonë, më pas në takimet që kanë pasur dhe ditën e dieshme, ku është vlerësuar bashkëpunimi dhe angazhimi i qeverisë shqiptare dhe i policisë së shtetit për masat e shtuara që kanë marrë jo vetëm ditën e dieshme, por prekohësh tashmë, duke marrë në konsiderat faktin që policia e shtetit tashmë ka ngritur kapacitetet e nevojshme për të përgjigjur kërcënime të ndryshme që vijnë edhe në forma hibride. Pra edhe ata që zhvillohen përmes dezinformimit në rrjetet sociale, online, apo metodat ndryshme që mund të përdoren për të krijuar destabilitet ose përshtypje të një vendi të pasigurt. Kjo është në fakt dëmi më i madh që mund t'i bëjë një vendi. Gjithashtu, Lamallari foli edhe për ndalimin e monopatinave në vend. Lamallari tha se pasi është njohur me shifrat, e ka të vështirë të dalë në një nismë të re ligjore për të lejuar përsëri qarkullimin e monopatinave.